Presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić ka biseduar me menaxhmentin e mollit hungarez rreth mundësisë së blerjes së industrisë së naftës të Serbisë, siç raportoi Radio Televizioni I Serbisë. Ata diskutuan të gjitha aspektet e bashkëpunimit, urgjencën e zgjidhjes së problemit me OFAC-un amerikan, si dhe nënshkrimin e rëndësishëm të një marrëveshje ndërkombëtare midis Serbisë dhe Hungarisë. Me 31 dhjetor, Agjencia Amerikane I lëshoi një licencë të veçantë NIS-it, I cili mundsoi kryerjen e aktiviteteve operative deri me 23 janar, ndërsa licenca e mëparshme zgjati afatin për negociata për blerjen e aksioneve ruse deri me 24 mars. Në gjykatën e apelit në Prishtinë u mbajt seanca dëgjimore ku shqyrtua ankesa kundër vendimit të Miloš Pleskovićit I dënuar për krime lufte të kryera në zonën e Prizrenit. Prokurori I apelit sugjeroi që Pleskovići të dënohet me burgim të përjetshëm, ndërsa avokatja mbrojtëse Jovana Filipović theksoi se ai ishte 19 vjeç në kohën e konfliktit dhe nuk ishte pjesëtar I policisë. Vendimi do të jepet brenda një afati të arsyeshëm, tha gjyqtarja kryesonte çështjen. Me 31 korrik të vitit 2025, gjykata themelore në Prishtinë dënoi Pleskovićin me 15 vjet burg për vrasjen e dyshuar të 3 civilëve shqiptar dhe plagosjen e disa personave gjatë luftës në Kosovë. Hulumtuesi I studimeve të sigurisë Nikola Vojinović tha se ekzistojnë 3 arsye kryesore pse dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës ka ngecur. Këto janë, siç thot ai, mungesa e interesit të Albin Kurtit, paqundrëshmëria politike në Kosovë gjatë vitit të kaluar, si dhe indiferenca e bashkisë ndërkombëtare, e cila, siç vlerësoi ai, nuk tregoi gatishmëri për të ushtruar presion mbi Kurtin. Vojinović tha se nuk pret që përparim në negociata as këtë vit, sepse bashkia ndërkombëtare ka prioritete të tjera dhe Kurti nuk ka presion për të shqyrtuar çështjen e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ish kryenegociatori I Kosovës në dialog Avnia Arifi thot se arsyeja kryesore për mungesën e dialogut gjatë vitit të kaluar ishte fakti që Kosova nuk kishte një qeveri me legjitimitet të plotë dhe se takimet që u mbajtën ishin më shumë takime shoqërore me qëllim që tregonin se ndërmjetësi I ri Peter Sørensen po flet me palët në dialog. Studiuesja e GLP-s Arbreshe Logja thot se është e nevojshme të arrihet zbatimi I plotë I marrëveshjes së kaluara, por edhe zbulimi I plotë dhe nxjerrja para drejtësisë të gjithë atyre që ishin përgjegjës për sulmin në Banjsk, I cili e karakterizoi si shkelje të marrëveshjes së Ohrit. Komisioni Qendror Zgjedhor I Kosovës njoftoi se është duke pritur përfundimin e shqyrtimit të ankesave që lidhen me administrimin e qendrës së numërimit dhe rezultate, pas së cilës do të marrë vendimin rreth tyre dhe do të shpallë rezultatet përfundimtore të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Zëdhënësi I Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Elezi tha se publikimi I rezultateve përfundimtare nuk përfundon procesi zgjedhor, pasi subjektet politike dhe kandidatët kanë të drejtë ankese. Paneli I ankesave dhe parashtresave zgjedhore po shqyrton 4 ankesa dhe njëjta është vendosur tashmë. Paneli si pa afatshëm hodhi poshtë kërkesën e Partisë Demokratike të Kosovës për anulimin e rreth 20.000 votave nga diaspora dhe vendimet e tjera do të merren brenda afatit ligjor. Në fshatrat Radev dhe Lepin në komunën e Graçanicës, ku lumi Sitnica doli dje nga shtrati, situata është më mirë sot, uji po tërhiqet, kështu që rruga është hapur përsëri për trafik. Drejtori I shërbimeve publike në komunën e Graçanicës, Goran Milić, deklaroi se niveli I ujit në lumin Sitnica po ulet, por se situata është ende vështirë dhe në Lepin e Radev, ku ka pasur përmbytje disa familje, dhe se situata në gushterisë të poshtme Dobrotin, Llapljoselo dhe Peroc është shumë më mirë se në ditët e kaluara. Situata pas daljes nga shtrati të lumit Sitnica në Priluzhje është gjithashtu më mirë, thot për Kosova Online Milan Kostić, kryetari I autoritetit të përkohshëm të komunës së Vushtrrisë, duke shtuar se Sitnica doli nga shtrati në Priluzhje për të dytën herë.
Pas disa ditësh bllokimesh të pandërprera të trafikut në vendkalimet administrative, vonesat e sotme për dalje dhe hyrje në Kosovë nga drejtimi i Serbisë Qendrore nuk janë më shumë se 3 deri në 5 minuta. Dhe nëse qytetarët nga diaspora vazhdojnë të largohen nga Kosova, vonesat në vendkalimin merrdare si për hyrje, ashtu dhe për dalje nga Kosova nuk janë më shumë se 3 deri në 5 minuta dhe situata është e ngjashme në vendkalimin Jarinje, Brnjak, Muqibab dhe Motivod. Moti nesër në mëngjes do të jetë me ngrica dhe gjatë ditës me ngrohtë parashikohet jetë mot me vranësira në disa pjesë të vendit me shi dhe borë do të fryerë lehtë nga jugperëndimi, temperatura e mëngjesit do të sillet nga -11 deri në -5, kurse ajo më e larta e ditës do të jetë nga 1 deri në 7 gradë Celsius.